fotografi. Hysën Dedja, një ish kapiteni i Vllaznisë, por edhe ish trajneri i Vllaznisë duke pasur në pankinë për krahati të madhin Paulin Ndoja. Ditë e vështirë sot për ta përcjellë në banesën e fundit. Shumë e vështirë. U bë disa ta herë pra që vim në Shkodër pra për rastet e tilla, për këto figura shumë të mëdha që i dhanë futbollit të Shkodrës dhe gjithë Shqipërisë, duke filluar pra nga Zhega, Ragami, Bizi dhe janë të gjithë që kanë kontribu, por ta ishin më të veçantë si edhe i madhi Paulin Ndoja, që është pra që kemi ardhur sot për te. Nuk është vetëm të kjo fillimi pra që ka punu me mua ose me trajnerë tjerë, si trajneri për tjera, por edhe të futbolli luajtur, Paulini, me që kam bisedu dhe sa kam njekun, kam folë me bashkë luajtësit e tij, thojnë që për tjerë si Paulin Ndoja, porta shqiptare nuk njeh. Pat kuptohet, nuk duhet përmendi peripecitë që pat një karrierë shumë të shkurtë, për problemet që i tesh nuk duhet i përmend, por e plotësoi këtë karrierë me kontributin e tij, atë si thati në fillim, duke servit, pra duke qenë trajneri i portierave për një kohë të gjatë që në 86. Pra është i pari trajner në historinë e futbollit shqiptar që është trajneri i portierave në Shqipëri, me Hafizin. Dhe duke marrë pra trofe, ai përveç se ishte një specialist i mirë për portën, ishte edhe një njeri shumë i dashur, ishte një njeri që me gjithë sporti, ai si atë harmoninë në ekip. Si atë harmoninë në ekip, me atë dashamirësinë e tij, me humorin e tij, me gjithë atë unë do ta myll, na ka ikë një nga miqtë më të mirë të sportit dhe si njeri të Shkodrës. Faleminderit. Faleminderit.